Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit ka miratuar në mbledhjen e fundit 24 leje për kulla të larta në Tiranë dhe Vlorë, duke shtrirë edhe më tej vale në ndërtimeve masive. Në kryeqytet janë miratuar 16 leje për kulla nga 20 deri në 50 kate, duke përfshirë projekte AM Residence e Dajla Navdis 26 kate, një 34 katëshe në bulevardin e ri nga Lulzi Mehmetaj dhe Oberon Tower e Orges Kushit. Gjithashtu janë miratuar projekte si Sigma Tower, Guri Tower dhe 21 katësh në rrugën e Shkodrës. Dulakët ka marrë leje për një ndërtesë 31 kate në rrugën 29 Nëntori, ndërsa Fatmir Hanxharit i është miratuar një 47 katësh pranë ambasadës amerikane. Në rrugën Teodor Keko do të ngrihet Great Ring Rock, 32 kate, ndërsa në komunën e Parisit një 35 katësh nga Sara L. Heluan Bregasit. Mbami Holding do të ndërtojë Barcelona Tower me 35 kate pranë ish sigurimit të shtetit, ndërsa janë miratuar leje për Sunshine Tower 35 kate dhe Split Tower 22 dhe 35 kate. Ndërsa në Vlorë, KKTU ka miratuar lejet për Fratiro no Vlora 21 kate, Saltera 24 kate dhe 28 katësh nga Adriatic Center. Regina Group e Vasil Bedinin ka siguruar leje për një kompleks 11 dhe 13 kate, ndërsa është miratuar dhe një kompleks turistik në objekte deri në 14 kate. Po ashtu, KKTU ka dhënë leje për resort Dukagjinit të Ekrem Lukës, Golden Sang dhe Bax Riol nga Nikolin Jata, si dhe një termocentral në Reskovec për parkun diellor të Spitalës.